Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Amerika më zhyti në borxhe, lash jetën e sigurt në Tiranë. Kur e thash për herë të parë këtë fjali, njerëzit qeshën. Amerika për ta ishte ëndër, për mua u bë prova më e vështirë e jetës time. Unë quhem Ledja dhe kjo është historia ime, ashtu si që jetova pa filtra, pa zbukurime. Në Tiranë kisha një jetë të thjeshtë, por të sigurt. Një punë të rregullt, një shtëpi ku dritat ndizeshin çdo mbrëmje, një familje që më priste me ushqim të ngrohtë dhe pyetjen e përditshme, si shkoi dita? Nuk isha e pasur, por nuk isha as e friksuar. Kisha tokën në këmbë. Pastaj erdhi ideja e Amerikës. Miq që kishin ikur më dërgonin foto me rrugë të gjëra, ndërtesa të larta, buzëqeshje që dukeshin të lehta. Këtu ka mundësi për të gjithë, më thoshnin. Nëse punon fort, ja del. Dhe unë i besova. Jo sepse isha naive, por sepse doja më shumë. Doja të provoja veten. Doja të besoja se jeta mund të ishte më e madhe se sa rutina ime. Shita qetësim për një bilet avioni. Ditën që u largova nga Tirana e përqafova maman më fort se kurrë. Ajo nuk qau, vetëm më tha, mos harro kush je. Nuk e dija sa e vështirë do të ishte ta mbaja mend këtë fjali. Amerika më priti me zhurmë, shpejtësi dhe ftohtësi. Qyteti nuk flinte kurrë, por as nuk të përqafonte. Gjithçka kushtonte. Çdo frymarrje dukej me faturë. Qeraja, transporti, ushqimi, para që iknin më shpejt se sa vinin. Në fillim, i thash vete se ishte fazë kalimtare. Punova 2, pastaj 3 punë. Pastruese në mëngjes, kamarierje në mbrëmje dhe turn nate ku trupi më lutej të ndalesha. Flija shumë pak, haja shpejt, jetën e kisha kthyer me orare. Borxhet filluan ngadalë. Një kartë krediti për të mbuluar muajin, pastaj një tjetër, vetëm derisa të stabilizohemi, thosha vetes. Por stabiliteti nuk erdhi kurrë. Çdo emergjencë e vogël bëi katastrofë. Një ditë pushimi më kushtonte një faturë e papaguar. Isha e vetme. Në Tiranë nëse rrëzohesha dikush më ngrinte. Në Amerikë nëse rrëzohesha, njerëzit thjesht kalonin pranë. Nuk ishin të këqinj, ishin të zënë me punët e tyre, me mbijetesën e tyre. Më e vështira ishte krenaria. Nuk u thosha prindërve se sa keq isha. U dërgoja mesazhe të shkurtra, foto të vjetra, buzëqeshje të sforcuara. Jam mirë, shkruaja. Ndërkohë numëroja monedat për të bler bukë. Netve qaja në heshtje. Jo nga lodhja fizike, por nga ndjenja se kisha gabuar. Kisha lënë diçka të vlefshme për një premtim bosh. Amerika nuk më kishte mashtruar. Unë kisha mashtruar veten time, duke menduar se forca mjafton gjithmonë. Borxhet u bën një hije që më ndiqnin kudo. Çdo telefonat më trëmte, çdo zarf më shtrëngonte gjoksin. Nuk isha më Ledja e sigurt nga Tirana. Isha Ledja që llogariste gjithçka, që jetonte me frikë nga dita ditës. Dhe pastaj, një mbrëmje u ndala. Ula në një stol, e lodhur dhe e zbrazët. Mendova për jetën që kisha lënë pas, për kafen e mëngjesit në balkon, për zërat e familjes, për qetësinë që e kisha marrë si të mirëqen. Atëherë e kuptova që suksesi nuk është të ikësh larg. Ndonjëherë është të dish çfarë të mban gjallë. Nuk jam kthyer ende, luftoj akoma, paguaj borxhet, por tani jam më sinqert me veten. Nuk i quaj më dështime, i quaj mësime të shtrenjta. Kam humbur shumë, por kam fituar një gjë që nuk e kisha. Të vërtetën time. Amerika më mori sigurinë, më mori qetësinë, por nuk më mori zërin. Jam ende Ledja, ajo që guxoi, ajo që gaboi dhe ajo që po mëson të ngrihet, edhe kur toka në këmbë nuk është më e njëjtë. Dhe një ditë, kudo që të jem, do të jetoj për ëndrrën time dhe jo për të tjerëve.